Automjetet e tonazhit të rënd në Vlorë po kthehen çdo ditë më shumë në një shqetësim serioz për qytetarët, drejtuesit e mjeteve dhe turistët të cilët kanë nisur të mbushin qytetin bregdetar në prag të sezonit veror. Mjetet e tonazhit të rënd vijojnë të qarkullojnë pa kufizime të dukshme orare, duke krijuar jo pak probleme në trafikun urban dhe në sigurinë rrugore. Nga vëzhgimi i realizuar këtë të martë nga televizioni 6+1 Vlora, vihet re se një numër i konsiderueshëm kamionësh dhe automjetesh të mëdha transporti lëvizin në segmente të frekuentuara nga qytetarë dhe turistë. Në shumë raste, këto mjete transportojnë materiale ndërtimi, inerte apo mbetje kantieresh, duke lënë pas ndotje në rrugë dhe duke krijuar vështirësi për qarkullimin normal të automjeteve të tjera. Një nga problemet më shqetësuese lidhet me ndotjen e ajrit dhe papastërtinë që shkaktohet nga këto mjete, gomat e papastruara, mbetjet e dheut apo materiale të ndryshme të cilat bien gjatë lëvizjes së kamionëve në asfalt, bëhen burim pluri dhe ndotjeje, sidomos në zonat urbane ku qarkullimi është më intensiv. Por përveç aspektit mjedisor, shqetësim mbetet edhe siguria rrugore. Në oraret kur trafiku në qytet është i rënduar, prania e automjeteve të tonazhit të rënd krijon bllokim edhe vështirësi në lëvizje, veçanërisht në rrugë të ngushta apo pranë zonave turistike. Drejtuesit e mjeteve të vogla dhe këmbësorët përballen shpesh me situata të tilla, tepër të rrezikshme, ndërsa turistët, të cilët vizitojnë qytetin e Vlorës gjatë kësaj periudhe, përballen me një panoramë jo të denjë për një qytet turistik. Banorët kërkojnë ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse, duke nisur nga policia rrugore, bashkia dhe strukturat të cilat monitorojnë transportin e mallrave. Sipas tyre, duhet të ketë rregulla të qarta për oraret e lëvizjes së këtyre mjeteve të tonazhit të rënd, sidomos gjatë sezonit turistik, ku qyteti përjeton një fluks të madh vizitorësh dhe trafiku bëhet më i rënduar. Ndërkohë, qytetarët kërkojnë që të shtohen kontrollet edhe për mjetet të cilat transportojnë inerte apo materiale ndërtimi, duke verifikuar nëse ato respektojnë standardet e sigurisë dhe mbulimin e ngarkesave gjatë transportit. Në të kundërt, sipas tyre, rrugët e qytetit do të vijojnë të përballen me ndotje dhe amortizim të asfaltit. Vlora tashmë ka hyrë në një periudhë tepër të rëndësishme për turizmin dhe për këtë arsye, menaxhimi i qarkullimit të automjeteve të tonazhit të rënd shihet si një domosdoshmëri, në mënyrë që sezoni veror të mos shoqërohet me kaos në trafik, ndotje dhe rrezik për qytetarët dhe pushuesit.